prej sa vjet preferohet të bëhet sunetia. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka tregu prej ditës 7. Ditën e 7 nëse s'mon, atëherë në ditën e 14. Edhe këtë nëse s'mon, kalon në ditën e 21. Pastaj nëse nuk mon as këta, themi kurdo që mundesh, nuk ka problem. Normal, kemi sunet plus sunet. Domthon sunetia është sunet, plus dita 7 e 14 ose 21 është sunet. Nëse këto ditë s'mundemi me e bon sunet fëmin, atër kurdo që mundemi, kemi plotësuar një sunet, edhe pse kemi lanë një sunet tjetër, ato të ditëve tek. Mirë, ka kalu 21 ditë, kurdo që mundesh, sa ma iri ma mirë, sepse mjekësia mësa kam lexuar edhe kam dëgjuar edhe kam pa praktikisht, fëmija sa ma i vogël qaq ma lehtë për ta me ushëru etj. Deri kur pastaj është e lejuar, deri në moshën e pubertetit. Sa ma shumë që vënon, pak ma keq, po tham kështu. Nuk ka gjëna njeriu, prindin këtë rast, por mosha e pubertetit duhet me ndonë të bom sunet. Gjithsesi të bom sunet. Pse? Për vetë faktin se pas asaj kohë për X arsye që s'du t'i përmendi këtu, i bëhet obligim mashkullit sunetia. Lusë Allah në zgjel që të ne jep shëndet të fëmijët tanë, ne jep iman, ne jep pasim të mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam.